Ceremonia e diplomimit maturantëve të shkollës profesionale Enver Qiraxhi në Pogradec u shoqërua me një open day, ku nuk munguan të ftuarit special. Kryebashkiaku i Pogradecit Ilir Xhakolli, deputeti socialist Bledi Çomo, drejtori i zyrës vendore arsimore Pogradec Sutiraq Mangeri, prindër të nxënësve e përfaqësues nga biznesi, që në 4 vite kanë suportuar nxënës të arsimit profesional në praktikën e tyre në biznes. Drejtori i shkollës Andon Temo falenderoi stafin e shkollës dhe uroi maturantët të vijojnë të jenë talenti çdo drejtimi në zanatin që kanë zgjedhur tashmë profesionist në guzhim, pasticeri, konstruksione metalike dhe elektricist për instalimet civile e industriale. Gjithashtu ai orientoi nxënësit e klasave të nënta të zgjedhin arsimin profesional në shkollën Enver Qiraxhi. Sot për ju është një ditë dhe një moment reflektimi dhe krenarie. Ju të dashur maturant keni përfunduar një etapë të rëndësishme të jetës duke përgatitur në një shkollë që synon formimin sa më të mirë profesional. Ju keni përfunduar në këto profilet e mëposhme: dega hotelleri turizëm, mekanik dhe elektroteknik. Një falenderim dhe mirënjohje shumë të madhe për biznesin, të cilët kanë qenë partnerët tanë real, që u kanë mbështetur nxënësit tanë dhe sidomos ju maturant që përfunduat në mundësinë reale për përballuar në tregun e punës. Shkolla profesionale ka evoluar, pra e shoh në gjendje shumë të mirë dhe patjetër që më mirë do bëhet, pasi dhe fokusi i qeverisë është tek arsimi profesional, por dhe kërkesat e tregut janë drejt këtij arsimi. Unë shoh këtu përfaqësues të biznesit, të cilët kanë bashkëpunuar me shkollën, po pse jo nesër mund të bashkojmë dhe me ju si nxënës të dalë nga kjo shkollë shumë dinjitoz në profilin dhe në profesionin tuaj. Ju nga nesër jeni ata që ndoshta kapin më shpejt tregun e punës. Strategjia e arsimit para universitar është që sa më shumë nxënës të kalojnë tek shkollat profesionale. Nga këshillimi i karrierës që kemi bërë me nxënësit e klasave të nënta, vëmë re që ka një rritje të interesit për të regjistruar në shkollën tuaj. Me bindje dhe krenari, them se mundëm të dalim, dhe kjo fal përkushtimit të mësuesve tanë që kanë punuar me një ditë pas dite, për të arritur rezultate sa më të mira në mësimdhënie, mësimnxënie. Ata nuk janë sjellë vetëm si mësuesi tanë, por janë sjellë si miq tanë më të mirë, duke qenë pranë nesh në çdo moment. Zilën e fundit për maturantët e këtij viti, të gjitha përsollën me emocion, lot, krenari dhe lumturi pafund. Maturantët e shkollës profesionale Enver Qiraxhi dhanë lam të mirë në bankave të shkollës dhe sfidave në praktikën profesionale për të shënuar të tjera suksese në jetë. Profesionistët me zanatin e fituar gjatë 4 viteve në arsimin profesional do të vazhdojnë të bëjnë krenar prindrit e tyre, mësuesit, inxhinierët dhe instruktorët në 3 drejtimet: hotelleri, turizëm, mekanik dhe elektroteknik.